Sot kemi kënaqësinë që të kemi në auditorin e wet një grua, një ekonomiste, një politikane, një profesore, dhe dua ta theksoj që ka qenë një nga profesorët e mia të ekonomisë, zonjën Mimi Kodheli. Zonja Kodheli, që prej vitit 2017 kryeson Komisionin për Punët e Jashtme në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë dhe udhëheq delegacionin shqiptar në Asamblenë Parlamentare në NATO. Ne diskutimin sot do përpiqemi ta ruajmë midis një tematike shumë interesante që kemi zgjedhur, që është sovraniteti ekonomik dhe integrimi global. Do përpiqemi midis asaj rrugës të prioriteteve kombëtare dhe agjendës ndërkombëtare të shohim ku qëndron Shqipëria sot. Në gjykimin tim modest, sot që flasim, Shqipëria ka momentin e artë për ta shkurtuar maksimalisht këtë rrugtim të saj politik dhe ekonomik drejt mbylljes së këtij procesi të hapur tashmë, me besimin dhe shpresën që politikisht Shqipëria do të jetë në gjendje t'i zgjerojë dhe t'i thellojë reformat. Ky është një proces sa delikat aq edhe i nevojshëm për të shtyrë përpara. E vetmja gjë që nuk kemi bërë ende mirë është ta sqarojmë publikun cilat do të jenë detyrat tona në të ardhmen, për te përfitimeve të jashtëzakonshme që qytetarët e vendit do ketë. Dhe duhet bërë çdo ditë, dhe duhet bërë në çdo sektor, duhet bërë me çdo individ i cili i ditur apo i paditur instinktivisht kupton se ku është duke shkuar vendi. Patjetër, çdo njeri në të voglën e vet është një gjeni, kështu që nuk duhet të kesh shumë shkollë për të kuptuar nëse punët ecin mirë ose jo. Cila do të ishte kryefjala që ne do na përgatiste për të hyrë në Bashkimin Evropian? Kryefjala është një dhe e vetme dhe e përsëritur. Edukimi, edukimi, edukimi. Ne pa profesionist të çfarëdo lloj kategorie, nuk flas vetëm për njerëz që shkojnë në universitet. Nuk do të shkojmë dot gjikundi, do të jemi një klasë punëtore e shfrytzuar, e nënpaguar, që mund të kënaqemi me cilësinë e jetës atje, por nuk do të mrrim kurrë të rrim përballë tregut evropian ashtu siç duhet. Dhe mos harroni se po të jemi për të shfrytzuar dhe të nënpaguar, ka dhe nga ata që vrin nga Afrika dhe nga lindja e largme që na konkurrojnë. Kështu që s'do dim dhe s'do mund ta bëjmë as atë më, se do vinë ata dhe do pranojnë të paguhen më pak. Se që sot një shqiptar nuk pranon të paguhet aq sa më paguhet një që vjen nga Sudani, që ka luftë civile prej gjithë jetës. Kështu që kjo është një gjë, ne do të jemi të përgatitur për këtë gjë. Ndërsa një gjë të cilës ne duhet i frikemi, po për cilën duhet të përgatitemi, janë kotat. Pra, bujësia është një gjë që duhet të jetë e përgatitur që ta ketë të presion. Besoni tek vetja juaj, nuk ka rëndësi ku besoni, po duhet besoni. Edhe duhet i keni ca shembuj dhe duhet i keni ca idhuj, se kuptoj që nuk ka model, nuk keni më heroj, kur mos çdoni. Besoni që ky vendi mund dhe duhet të bëhet. Është më evropian se shumë vende të tjera evropiane.